e thash më herët, me sportet olimpike dimrore ka qenë një farë lloj e feste për shumë kosovar, për shumë adhurues sportit, i kanë përcjell me jashtëzakonisht shumë dashni, sidomos sportin e skijimit, por për dikë kjo dashuri është shndruar më pas në ëndra të cilat e realizon tash e sa kohë. Është një garuese e re kosovare, Kiana Kryeziu, me të cilën do të jemi pas pak në bisedë, apo e kemi tashmë, dhe do të flasim për lojrat olimpike dimrore që në shkurt fillojnë në Milano Cortina. Kiana, faleminderit shumë që je sonte me neve dhe dëgjuesit e Radio Dugaxhinit. Përshëndetje gjithëve dëgjuesve të Radio Dugaxhinit. Shpresoj të kaloni natë mirë dhe faleminderit për intervistën. Ambienti po shihet që nuk është në Kosovë. Ku jeti aktualisht tash? Aktualisht jam në Austri, kam mri sot, dhe do me thonë kjo është dita e parë të përgatitjeve për gara për Olimpiadën dimrore në Cortina. Po te kalojmë veç pak të punën e përgatitjeve, i kthehemi më njëherë, po më intereson prej temë ditë, çush është ndjenja me përfaqësuar shtetin në lojrat olimpike dimrore? Patmirësisht për mua nuk është hera e parë, shkak se unë vetëm se kom marrë pjesë në Olimpiadë dimrore, pra kom qenë femna e parë, e cila e ka përfaqësuar Kosovën në Olimpiadën dimrore Pekin 2022. Jo, nuk e pa në aspektin përfaqësimit debutues, po kështu si përfaqësim përgjithësi. Po, hera por ka qenë shumë emocionuese, kësaj here besoj se ka me qenë edhe më emocionuese, duke marrë parasysh që shumë njerëz ka me pas mundësi me pa në televizor edhe live, dhe thjesht ndjenja me përfaqësu shtetin në një ndër eventet më të mëdha është një ndjenjë e papërshkrueshme, një ndjenjë që nuk krahasohet me kurrë. Por nikosisht në sportin e skijimit është jashtëzakonisht sfiduese dhe përpos përkushtimit nevojiten edhe shumë elemente tjera përcjellëse për me arrit deri këtu. Po, është e vërtetë, është një sport i cili ka elemente ndryshme, cila ka rolin e vet të rëndësishëm, dhe na gjithmonë mundohemi që këto elemente me i pas në një lloj balance, dhe gjithmonë synojmë me arrit më të mirën edhe lypin më të mirën për vetës. Po, a do shte me thonë edhe diçka? Jo, në vazhdo. Derisa bisedoja me babën tënë, e përmendni një element shumë interesant, për Kianën, Mali është vendi ku e kalon pjesën më të madhe gjatë një viti. Po, fiks ashtu është. Për mua për shembull është shumë normale me i kalu diku deri në 10 muaj të vitit në mal. Një pjesë e vogël për tyne kalohet pra në Kosovë, edhe ato muaj cilët vetëm se jam në Kosovë, jam duke u stërvit, do të thonë jam duke i bo ushtrimet e mia fizike, cilat pastaj përcjelli edhe në mal, edhe me një farë mënyre muj me thonë se dikon 90% vitit na e kalojmë në mal. Duke ushtru, duke garu, është goxha sfiduese. Sa është e vështirë në aspektin emocional? Shumicën e kohës, familja mundet me të përcjell në disa vende, apo vinë gjithë me ty, pasi duhet me të përcjell edhe ty? Këto 2 vitet e fundit, cilat kanë qenë vite kyçe për përgatitjen tam për Olimpiadë, kam qenë shumicën e kohës vet. Deri vonë kam qenë me babin, derisa kemi pas mundësi me ardh. Momentalisht unë jam me një ekip ndërkombëtar, edhe shumicën e kohës jam vet. Edhe jam e vetmja kosovare. Te sporti skijimit për shembull, hapësira për ushtrime mundesh me pas në Kosovë deri diku, ndoshta mundesh me pas në rajon, po ideja është kur bosh gati tash për shtegun në Milano Cortina, duhesh me gjetë edhe konfigurimin e përafërt besoj të shtegut ku kime garu. Po sinqerisht në Kosovë dhe në rajon, sa i përket lojrave olimpike, nuk është se kemi
ndonjë opsion. Shumicën e kohës unë jam në Itali, ku përgatitet, domethënë i kemi shtigjet tona, cilët nuk lejon turistat me hi, ato përgatiten me akull, përgatiten domethënë injektohen me ujë, edhe gjatë natës ngrihen, bëhet akull edhe me një farë mënyre imiton ndjenjen e akullit në këto eventet mëdhaja. Edhe është kjo ajo që mundë me bo, deri dikon me ju afru. Po. Për shkak se konfigurimi i shtegut ndryshon, vetëm terrenit mundë me ju afru. Po. Çfarë e bën të veçantë sipas teje skimin? Pse të ka tërheq skimi? Unë deri me një moshë caktuar kom qenë gjithmonë, edhe si fëmijë kom qenë duke u marrë me sportet ndryshme. Edhe na kemi pas një traditë familjare që kemi shku me skiju një herë në vjet jashtë shtetit, shumicën e kohës kemi skiju në Brezovic. Unë jam një fëmijë që jam rrit në Brezovic, edhe kur më ka jap mundësia, domethënë dikun ka mosha 10 vjeçare, babi më ka jap një mundësi me u bë pjesë e sportit skimit, dhe kur ne kom thonë po e provoj, edhe një të po kom qenë të u marrë edhe me natë, edhe përfundimisht kom vendosur me u marrë me skim, edhe mu kur nuk më ka ndrythu ajo mendja. Domethënë kom rënë dashni me sportin pe që kom qenë fëmijë. Definitivisht është një sport që unë ja sugjeroj gjithëve, sidomos një herë në jetën e tyre me provu, për shkak se e di që mas herës parë kanë me rënë dashni me sportin. Mirë po, në anën tjetër e shohim për shembull në sportet ndryshme ballafaqohen me lëndime gjatë karrierës. Ku qëndron pjesa, le të themi në thojza, më e rrezikshme e skimit? Sa i përket lëndimeve? Unë fatmirësisht nuk kom pas asnjë lëndim serioz deri tash. Njëjtën kohë, skimi është një sport i cili kërkon me rreziku edhe me shku kundra asaj që ti e beson që është e sigurt. Domethënë duhet me një farë mënyre me luftu me instiktet e tua, cilat thonë hey, më ka dale, mos u gut. Është një sport i cili ka rrezikshmëri të lartë, sidomos ne cilët ushtrojmë në ato pista të okullta, të pista është e ka rrezikshmërinë e vet, është goxha sfiduese, ti me ulshu drejt një malit të poshtë i cili është komplet i okullt. Po, me një kohë caktume, mas një kohë e cilë ke ushtru, e ke kuptu që duhesh me shty vetën, pastaj mundet me pas lëndime. Gjithmonë ka me pas shanca për me pas lëndime, por na kur nuk menojmë në ato. A ke arrit me matë ndonjëherë sa ka qenë shpejtësia më e madhe që ke kaluar me skia? Shpejtësia, për shpesh e kam këtë pyetje, shpejtësia më e madhe e cila e kom arrit ka qenë në kide, kom qenë pra duke garun disciplinat e shpejta, edhe shpejtësia më e madhe ka qenë dikon 108-112, aty dikon me një mes. Është goxha sport me adrenalin të madhe. 100 e kusur kilometra. Sidomos disciplinat e shpejta. 100 e kusur kilometra në orë 2 skia, ej. E hatashme. Tash po ndalemi te Austria. Tha sot kem rri, cilat janë planet tash në Austri ditëve në vijim? Po, këtu do të jem për 10 ditët e ardhshme. Momentalisht kemi stërvitje me një gdheqar, është domethënë akullnaj, e cila nuk shkrihet edhe gjatë gjithë vitit ka borë, edhe na lejohet me skiu gjatë gjithë vitit. Edhe të do t'jemi, që që thash, për 10 ditë kemi me skiu 2 disiplina teknike, edhe pastaj kemi me vazhdu në Itali, ku e kemi bazën, ku qëndroj unë e pra gjatë gjithë vitit, edhe është një prej lokacioneve më të mira për me ushtru momentalisht. Kjo ku je aktualisht? Jo, apo në Itali, Italia? po e kam bazën, po Itali. The që je me ekip ndërkombëtar duke u stërvitur atje, këto ditë do t'jesh, realisht. Kush është? A janë trajner ndërkombëtar, staf komplet ndërkombëtar? Komplet ekipi është ndërkombëtar, pra trajnerët i kemi spanjol, edhe pjesa tjetër e grupit janë përdhimje e shteteve të ndryshme.
Në sport harrova me të pyet në skem kënd e ki si le të themi idhull papat e cilës ose cilit i ndjek? Definitivisht për mu gjithë ka qenë idhullim kryesor ka qenë Lara Gut Behrami. Ajo është skiatore e Zvicrës, për ata që nuk e din. Dhe skion disciplinat e shpejta, gjithashtu edhe njërën për disciplinave teknike, slalomin e madh. Dhe unë e kom përcjell, domethënë prej që kom qenë e vogël për shkak se ajo ka qenë shumë gjatë, dikun top 10-shën, top 1-shën, top 5-shën e botës. Dhe e kom taku edhe fizikisht, edhe definitivist një inspirim për mu. A mbon ende kontakt me to? Kontakt jo, për shkak se ajo nuk ka rrjete sociale, por momenti që shihemi në çdo event të madh, gjithë shkojmë i fol dhe sidomos në Olimpiadën në Pekin, e di që kur kom shku me fol me ta, më ka tregu që ka një dikën që ka me skiu për Kosovën, por nuk kam rrinë me fa fizikisht. Edhe për mu o kon një lloj i shokut, me të kallëzu drejt. Para lojrave olimpike dimrore, pra thot është stacionimi është Austria, më pas lëvizni në Itali. A do të ketë lëvizje tjera para se të filloj Olimpiada, apo këto do të jenë 2 destinacionet e fundit? Këto janë 2 destinacionet e fundit. Kur përfundon edhe ushtrimet në Itali, pastaj kthehesh në Kosovë, besoj apo jo? Po më intereson për dëgjuesit, më ja tregu pak rrugtimin derisa fillon Olimpiada. Pra, këtë javë jam në Itali, pastaj deri afër festave të Krishtlindjes, ku këtu gjithçka mbyllet, do të jem atje, do të marr pjesë në gara të ndryshme, në ushtrime. Pastaj menjëherë mbas fund vitit do të kthehem përsëri, dikun kaj 3-4 nëse nuk ka bëj. Menjëherë, domethënë, edhe me i vazhdu përgatitjet, stërvitjet, gjitha që janë domosdoshme për një performancë të mirë në Olimpiadë. Dhe pastaj besoj se do të kthehena në Kosovë një javë para Olimpiadës. Po, më nis me ekipin tamam. Edhe në fund një mesazh për ata që mundën me na ndjek, e që ndoshta fëmijët e tyre ose ata vet e shohin skijimin si të ardhme. Për gjithë ju ata prind në ta qeni të na ndjek, unë e kom pas fatin që prindët e mi më kanë suportu edhe hala më suportojnë. Ju kisha lut me i suportu fëmijët e juj, edhe me i ndihmu me i çu me një të ardhme përmes sportit, edhe për fëmijët që janë të ndjek këtë emision, mos ndaloni duke ndruar kur. Për shkak se edhe Olimpiada për mua ka qenë një ëndër, sot është realitet. Edhe ato 2 herë. Po tash mos lavdohem. Ja, po më nej. Në rast të caktuar besoj që duhet të shkojnë meritat edhe vetes nganjëherë, se është sakrificë dhe nuk arrihet lehtë deri këtu ku jeti. Pavarësisht tani pjesa tjetër e rezultateve, gjithçka, po pjesëmarrja është besoj e jashtëzakonshme. Unë të falenderoj për kohën që ke nda për neve sonte, pas udhëtimit menjëherë trome u lidh me neve, po ishte kënaqësi me diskutu bashkë për sportin e skimit, dhe të dëshirojmë shumë sukses në përgatitje. Faleminderit shumë. Natën e mirë, të falja. Natën e mirë.